Përshëndetje të nderuar. Sot do të bëj një analizë tepër të rëndësishme mbi marrëdhëniet shqiptaro-iraniane nga një perspektivë që ndërthur historinë, kulturën, fenë dhe gjeopolitikën bashkëkohore. Natyrisht, duke u nisur nga koha e ndikimeve të hershme të kulturës persiane në hapësirat shqiptare, do të mundohem të preki rolin e elitave intelektuale shqiptare në periudhën osmane, duke ardhur në fund tek evoluimi i marrëdhënieve politike përgjatë shekullit 20 dhe 21. Marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy hapësirave kanë kaluar nga një afërsi kulturore e dikurshme në një distancë të theksuar strategjike të tanishme. Është e pamundur miq të respektuar të kuptohet mirë bërumi i temës së sotme pa përmendur konstelacionet e reja gjeopolitike, ku përplasja midis Iranit dhe Perëndimit ka krijuar implikime të drejtpërdrejta edhe për politikën e jashtme të Shqipërisë në raport me Iranin dhe të Kosovës si një shtet i ri. Po dua me ju rikujtu që në fillim një fakt të rëndësishëm. Ta përmendi këto në mënyrë që ky fakt pastaj të jetë një farë ndriçimi gjatë shtjellimit të temës më poshtë. Kujdes! Kur ka transformime të shpejta gjeopolitike dhe kur ka zhvendosje të balancave të fuqisë në sistemin ndërkombëtar, marrëdhëniet midis shteteve nuk mund dhe nuk duhet të kuptohen vetëm në terma bilateral midis Shqipërisë dhe Iranit të zamë. Por duhet të hidhet dritë dhe të analizohet çështja në kuadër të strukturave më të gjera të fuqisë apo fuqive të cilat i dominojnë marrëdhëniet ndërkombëtare në atë kohë. Rasti konkret në kohën e tanishme. Kështu, marrëdhëniet shqiptaro-iraniane përfaqësojnë dhe janë një rast shumë interesant edhe për studius, por edhe për neve këtu, teksa po bëjmë këtë interaktivitet, ku historia e përbashkët kulturore dhe fetare nuk përkthehet në një afërsi politike apo strategjike në kohën e tanishme. Do me thonë, nëse më parë ka pas një ngjizje, një parafrim, një komunikim kulturor dhe fetar midis dy kombeve, shqiptare dhe persiane, ky parafrim i dikurshëm kulturor dhe fetar nuk guxon të kuptohet apo të përkthehet edhe si një afërsi politike apo strategjike në kohën moderne. Po e shtroj një pyetje. Çfarë kanë qenë dhe çfarë janë sot marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe iranianëve? Do me thonë, si ka evoluar sistemi i marrëdhënieve shqiptaro-iraniane në kohë të ndryshme, çfarë roli ka luajtur kultura persiane në formimin e identitetit intelektual shqiptar, si ndikon pozicionimi gjeopolitik i Iranit në marrëdhëniet me Shqipërinë dhe shqiptarët në përgjithësi, dhe pyetja e katërt, çfarë strategjie do të ndjekin shqiptarët në një botë ku Irani
është në tension të vazhdueshëm me botën perëndimore. Ndoshta lehtë për ju kësaj pyetje së katërt të jepni përgjigje, orientim ka perëndimi, jemi pjesë perëndimore, por këto unë duke u pajtuar që në start me këtë përgjigje eventuale që e jepni jo, plotësisht duke u pajtuar, dua ta shpjegoj në mënyrë analitike, sintetike, mos them shkencore, për me e kuptue në esencë se si është zhvilluar që ky raport shqiptaro-iranian, shqiptaro-persian, iliro-persian dhe si zhvillohet tani. Do me thonë, sonte këto, në këtë video, do të trajtoj, do të shtroj, do të shpjegoj 4 fazat kryesore të marrëdhënieve shqiptaro-iraniane. E para, lidhjet e hershme historike dhe kulturore midis dy popujve. 2. Rilindja kombëtare dhe përdorimi i persishtës përgjatë kohës së rilindasve. 3. Marrëdhëniet gjatë shekullit 20, periudha e shahut dhe komunizmit, dhe 4. Marrëdhënia moderne dhe krizat aktuale midis dy shteteve, Shqipëri dhe Iran, dhe si kanë reflektuar pastaj këto marrëdhënie moderne me kriza aktuale në vetëdijen dhe mendësinë e përgjithshme shqiptare. E para, lidhjet e hershme historike dhe kulturore midis shqiptarëve. Para se ta nisi miq, e dini, veç jeni mësuma me ligjeratat e mia, me videot e mia, unë po detyrona ka njerë me fol për në vetën e parë, po marsjetoni, ju lutem. Nuk e kam prezentim, glorifikim, vallahi jo. Po që ta kuptoni ju, edhe ajo shka është para asaj që po e them. Megjithë që shumë herë bëj tema aktuale. Për shembull një 10 ditë, 15, një muj, kam fol lufta në Iran, lufta në Iran, lufta në Iran. Sepse po e lyp rendi. Nëse ndodh diçka, për shembull gjatë kohës së zgjedhjeve amerikane, gati një muj kam shkru e kam fol për zgjedhjet amerikane, por që duke e fut edhe ndonjë temë tjetër, sa me e bo një farë mozaiku disa ngjyrësh. Mos me qenë temat e lodhshme, mos thëmë monotone. Në përgjithësi, me gjithë që unë e bëj këto, në përgjithësi, tema që i shtroj këto, i konsultoj sefte me vetë vetën, me shpirtin teme, me zemrën teme, me këtë inteligencën teme. A tho që të tema që do t'i shpjegoj. Tema që do t'a shpjegoj sot, çka u jep juve, çka ju jep shikuzve, përcjellsve të mi, shqiptarve. Prandaj po thëmë, shpërndani temat, bëne subscribe kanalin, miq, bëne subscribe dhe shpërndani temat, sepse, si shkesh të thonën, temat i përzgjedhi dhe duke i përzgjedh e pys vetë vetën, e pys shpirtin tem, dërgjegjen teme, që kjo tem a është e rëndësishme me u dëgjue nga shqiptarët. Dhe kur vinë në përfundim, i them, për ndryshe janë me qindra tema të cilat i kam të punuara. Ndoshta edhe për botim të gatshme, por që me kalimin e kohës do t'i shpjegojmë të gjitha me izën e Allahut të madhreshëm. Aq më shumë, tani kur po fillojmë edhe me sistemin live. Kena me zhvillue një interaktivitet të ngrohtë, një interaktivitet të dobishëm për njëri tjetrin dhe kena me qenë shumë ma afër. Jo vetëm ju me dëgjue, ndonjëherë me komentue, por aty për aty me e zhvillue interaktivitetin, e nëse ka ndonjë të interesuar gjatë live që të kyçe direkt në bisedim me kamerë për të ashtru në i temë që është në interesin e dëgjuesve të tjerë aty, edhe atë e bojmë. Pra edhe për zgjedhja e kësaj teme e ka këtë konotacion.
e ka këtë përmbajtje. Kam mendu Irani, t'jau ofroj juve informacione, njohuri mbi historikun e marrëdhënieve shqiptaro-iraniane nga koha e ilirëve, që të rinjet sidomos, e të cilët une mëse shumë të dua të fokusohem, që të jenë këto ligjerata shambuj, që të jenë një far drite e vogël me që janë ligjeratat e mija, një orientim se si ti qaseni temave të cilat dëshironi ti njihni. Pra, nuk jam prej atyre dhe nuk dua të jam. Me dëgjue një video, me lexue një artikull edhe hajde dal të bëj video këto me fjali fillimtare bombastike, me lëvizje artistike sa për ta tërhequr shikuesen, nuk më dohën heq ma. Jo për shkak të moshës, po nëse kjo shka e bëj, nuk është pozitive të jo sa për me përmbush një pasion të aty për aty shumë, me ju knash me fjali bombastike, dhe nëse nuk në nevojitet diçka edhe që shthejme me këtë zhargonin popullor edhe natën e vorrit e në ditën e kiametit, mos e bofsha asni pun dhe asni video. Pra i mati edhe me kandarin e metafizikës, me kandarin e përtej kohës kur ne largohemi nga kjo botë. Nga të gjitha anët, trajtohet, bohet, për asa une po muj me vlerësue edhe ndaj. Edhe tema e saqme, pra, me që po i dedikohet sidomos të rinjeve, po du me ju thonë se që të raporte që po i dëgjojmë dash, që të lajme Irani, ka dishka që është zhvillue për gjatë zhvillimit historik të shqiptarëve, dishka tjetër, dishka ma gjatë, dishka më interesant. Ka pas lufta, ka pas paq, ka pas kooperim, ka pas ato 5-6 pikat të cilat i përmenda. Gjithsesi, të dashur, historikisht, shqiptarët dhe iranianët janë pjesë e familjes së madhe indo-evropiane. Kontakti i parë, indirekt, midis këtyre dy kombeve, daton që nga koha e antikitetit, koha e ershme, atëherë kur ilirët dhe perset përfshihen në të njëjtat procese historike në hapësiren mesdhetare, lindore dhe në hapësirat e Ballkanit. E dini ju shumë mirë, e keni mësue në shkolla, keni lexuar, keni dëgjuar edhe hoxhallar të tjerë teksa i shpjegojnë këto tema intelektual të tjerë, e dini se ilirët kanë jetuar që aty midis shekullit të 7 e deri të shekulli i 2 para erës sonë, deri tek pushtimi romak. Do me thonë, perandoria të quaj, iliria ka pas jetë një 500 vjetë. E dyta, Aleksandri i Madh ka jetuar në shekullin e 4. Do me thonë, për gjatë kohës kur kanë qenë ilirët. Saksisht, mes viteve 356 dhe 323 para erës sonë. Ka vdek shumë i ri. Dërsa Persia në Evropë, në kohën e Darit një, ose me këtë gjuhën latine këndej, në kohën e Dariusit, Persia në Evropë vje në kohën e Qetina, aty ka fundi i shekullit të 6, saksisht në vitin 513. Pra, ilirët më herët dhe më gjatë, Persia arrin në Evropë në shekullin e 6, ndërsa Aleksandri vjen më vonë që aty ka shekulli i 4 para erës sonë. Për shka i përmena këto, për t'i kuptuar faktet dhe ato të cilat do t'i përmendin dishka. Mos ta teproj miq. Merdem be ka një laps?
Unë edhe në xhamia ju këmë thonë, pe i hutbës. Mara bre, a jam ma pak inteligent se ju, a? Asë një nuk shkruun. Merve naj blok, jo me telefon, se të mashtron telefonit, si ngrën aty. Po merve naj blok, mani beshenime, ato shka e shenoni, e mësoni 3 herë në të njëjtën kohë. Tu e dëgju, tu e shkru, dhe tu e lexu gjatë leximit. 3 herë e lexoni në të njëjtën kohë. Edhe e dyta, meq, jo videot e mia, s'po thëmë, që edhe për këto ju porosite, kur t'jeni të vozit, ju aty nuk moni me lexue, po, ose videot, që to video, i lshoni, ose kur keni qef ju knash ndo një artikull që e keni lexue, lexone për zdyti me za dhe inqizone në telefon. Pastaj e dëgjoni në autobus, e dëgjoni në kerr, e dëgjoni të hec, në gërmi, në përparqe, jo në diaspor atje, kur dilni mu shetit. Mos e lejoni trunit të i dedikohet gjanave të panevojshme, por imponoja që të dëgjosh diçka të mirë që e di se ta knaq shpirtin, apo ta ka knaq shpirtin kur e ke lexue e kur e ke dëgjue përpara. Përshka edhe këto e thash, përshka këtë datave, emnave të cilat u përmenen e kanë mu përmen. Wallahi unë vetë nuk muj mi majt në men. Nuk muj vish përmenç me fol. Ha kesh i pregaditën, ha nuk kesh i pregaditën, pa pas dishka shkrume, nuk dalbe para njerëzve, animo na për gjemate, na për gjamija, zoti mos thasht, na për tribuna, na për sene, jo edhe na për oda. Unë edhe kur kam qenë imam i fshatit Gjulekar të Vitijes, i shkrujsha do far letra edhe i qeqa për para atë. Edhe pyetje përgjegje qysh ka dita i fshat, që me një vakt e pataque, fakulteti i dyti jemi që e kam kryje si imam në atë fshat. Shumë kam su prej intelektualve të ati fshati. Shumë kam sue. Zate politike e ABE-s tem, si ish kryetari i Bashkisë Islame ka qenë që studenti i cili e kryen fakultetin, ndesh në Mekë, ndesh në Medinë, ndesh në Kairo, ndesh në Sarajev, kur të vje ka, i ka quë sefte 3 vjet imam në ndonjë fshat. Për shka, o ABE i thësha, bile mu e ma, për me marrën edhe fakultetin e katunarve, të qytetarve, të shqiptarve. O shkollë në vete dhe unë vërtet kam mësue në atë fshat. Edhe në për gjatë përvojave tjera me gjemate, me njerëze me kështu, komunikimi me njerëze me në për oda, në për ndaja, është shkollë në vete, fakultet në vete. Pra shkruni me që, nejse. Tash, marrëdhëniet i liro persiane, ndërmjet kontaktit indirekt dhe ndër veprimit geopolitik. I liret dhe perset, sidomos përgjat perandoris së Ahamenidit, kanë jetu në 2 hapësira të ndryshme geografike. E dini, i liret kanë qenë të pozicionuar në Ballkanin perëndimor dhe në bregdetin Adriatik e të poshtë këndej deri te Shqipëria, ndërsa perset në lindjen e mesme dhe në Azin perëndimore deri në kohën kur edhe i futën dhe e pushtojnë Evropën. Që këtë distancë e largët ka bërë që kontaktet të mos jenë direkte, por të ndërmjetësuara nëpërmes 3 faktorëve. 1. Nëpërmes grekëve, maqedonasve dhe rrjeteve të ndryshme tregtare, sidomos detare. E kam shpjegu në një kohë. Ilirët kanë qenë superfuqi e kohës në marina, në detari. Anijet të cilat i kanë prodhue ilirët e asaj kohe janë përdorur edhe në luftat më të njohura në botë. Kanë qenë ilirë, dhe vë thënë, të Dalmacia atje të poshtë, industria e marinës ilire është shumë e njohur në botë,
për kohën kur kanë jetue. Pra, kontaktet midis këtyre dy popujve janë zhvilluar për shkak të hapësirave të gjata nëpërmes ndërmjetësve, grekëve, maqedonasëve dhe rjetëve, punëve apo tregtisë që e kanë zhvilluar. Fushatat e Dariut në fund të shekullit të 6, të cilat vinë si një ekspedit për pushtimin e Evropës në vitin 513, kalojnë nëpërmes Trakis dhe futen këndej ka Evropa. Në këtë kohë, persët arrin deri tek Danubi. Në këtë kohë, disa fise trake të Trakisë atëhershme i nënshtrohen dhe i dorëzohen plotësisht persianëve, ndërsa kufiri perëndimor i ndikimit persian i ofrohet shumë hapësirave kufive të Ilirisë. Për fat të keq, nuk ka dëshmi se Iliria ka qenë një perandori, një mbretëri e civilizuar. S'ka dëshmi. Kanë vepruar fise dhe një fis më i fort i ka pushtuar, zati kjo ka qenë thuajse në gjithë botën, i ka pushtuar fise tjera, i ka shtinën menaxhimin e vetë fise tjera dhe kështu kanë vepruar. Siç nuk ka dëshmi se Iliria pushtohet nga persianët. Shkojnë deri tek hapësirat ilire, tek kufijt e Ilirisë, por me pushtu nuk e pushtojnë. Megjithatë, në këtë kohë ishin në zonën e ndikimit geopolitik që e krijon Persia dhe e ndjejnë presionin indirekt të fuqisë persiane. Fillojnë të krijohen kontakte me popuj e me fiset të kohës nga frika se persianët do të nisin ekspeditat e tyre kundër tokave ilire. Gjatë luftrave të njohura në histori, si luftrat greko-persiane, disa fise në Ballkan fillojnë me bashkëpunu me persët, disa të tjera i mbështesin grekët. Interesanta, në mesin e këtyre fiseve ballkanike kanë qenë edhe fiset ilire. Pra, si një mbretëri jo e centralizuar, e për fat të keq, shumë pak ka shkrime nga Iliria, shumë pak. Shumë pak ka artefakte e të ngjashme, sepse kur perandoria romake e pushton Ilirin, e shkrumon në këtë kuptimin e tash me raketa supersonike, me mos them bomba atomike. Mezi gjinden her do fakte në tokë arkeologjike të Ilirisë. Perandoria romake e zhduk dhe e bitis e përfundon Ilirien, që më pastaj falë mbijetesës së disa fiseve të dikurshme ilire, vim ne shqiptarët nga fiset që jemi. Pra, ilirit nuk ishin njësi e bashkuar politike. Prandaj, pozicionimi i tyre ishte i fragmentuar dhe pragmatik. Varësisht prej interesave rajonale ku kanë qenë fiset ilire, ashtu kanë ndërvepruar me fuqit e kohës. Dhe kjo nuk është pa aftësi, kjo është një aftësi e madhe, si mund të mbijetohet në kohën e konfrontimeve të fuqive të mëdha, orientime tash që po themi, orientime perëndimore dhe të ngjashme. Ka, të them, indikacione se ilirët, një pjesë e ilirëve kanë shërbyer si mercenar
në ushtri të ndryshme dhe këto kontakte tretare i kanë bërë përmes kolonive greke. Kjo fjala mercenar në kohët e tanishme është disi ka kuptim plotësisht negativ, por përgjatë historisë mercenalizmi nuk ka qenë negativ. Kombe, shtete kanë kërkuar prej popujve të tjerë që të mjepni 100 ushtar, 1000 ushtar, 10.000 ushtar dhe paguhen me paga qështo. Pra kanë luftu me që mbretërinë e tyre, ushtrinë e tyre nuk e kanë pas të unifikuar, por të fragmentuar. Fise të ndryshme i lire kanë dhanë ushtar me pages për fuqit e kohës. Kjo është ajo që unë po them se ka indikacione se e kanë përdorur edhe metodën mercenare, pra luft ose shërbim në kompenzim të pagesës, jo të gjithë, po një rjet. Tash, po vje periudha maqedonase, Aleksandri i Madh përfaqëson urën ndërlidhëse midis persëve, të cilët arrijnë në Danub dhe zonave këndej të Maqedonisë. Në këtë kohë, disa fise trake, maqedonase, ilire, njëjtë sikur përpara, në kohën e Dariusit, shkojnë me Aleksandrin, disa të tjera shkojnë me persianët. Figura e Aleksandrit të Madh, kuptimi i figurës së Aleksandrit të Madh hedh dritë të mjaftueshme në kuptimin jo vetëm të temës së tanishme, por në përgjithësi të kohës ilire. Ky burr, djali i Filipit, nxënësi i Aristotelit, e pushton perandorinë persiane që ka qenë në fuqia e pa imagjinueshme se mund të pushtohet në kohën e saj. Në ushtrinë e Aleksandrit kanë qenë të përfshirë një numër i madh i elementeve ilire. Pra, ushtarët më të zgjuar, mos ta glorifikoj tash nëpse kemi qef, po, ushtarët e zgjuar, sikurse te Pirro atje. Pirro shkon 3 herë me luftue në Itali, atje me inimu ati që e thirr, edhe kur herën e parë, herën e dytë, herën e tretë, kur kthehet me 2-3 ushtar me një fuqi që e ka pasur në 10.000 ushtar. Prandaj thuhet si fitoria e Pirros. Me fiton, po nuk i jet pastaj kur gjë në dorë. E shkrin çdo gjë gjatë betejës. Kjo e ka kuptimin fitoria e Pirros. Aleksandri në ushtrinë e vet ka pas ushtar i lirshëm dhe ky është një kontakt indirekt midis ilirëve dhe persianëve. Ilirët ekspozohen ndaj kulturës persiane, persianët ndaj elementeve ilire në Ballkan. Dhe fillon një farë bashkëdyshimi, një farë dhënie-marrje, një marrëdhënie, marrë dhe dhënie. Nga këto vjen fjala marrëdhënie midis ilirëve dhe persianëve. Natyrisht, kjo e imponon nevojën apo i imponohet ndikimi kulturor dhe simbolik midis këtyre dy popujve. Edhe pse nuk ka dëshmi të shkruara për ndikim të drejt për drejt persian në kulturën ilire, megjithatë, si një fuqi e kohës që ka qenë, persianët tek ilirët kanë ndikuar më shumë. Dhe këto zakonisht janë bë në mënyrë indirekte, kur kultura greke, orientale, fillon të përhapet dhe kur elemente persiane përfshihen në këtë sintezën e ndërthurjes së kulturave të ndryshme të cilat
po përhapeshin dhe po fuqizoheshin në rajonin i lirë të Ballkanit. Megjithatë, miq, kjo sa i përket kohës së kaluar midis persianëve dhe ilirëve, të parëve tonë. Po pastaj, çfarë ndodhi? Deshta me thonë me këtë shpjegim, se nuk jemi të shkëputur rrënjësisht. Nëse 200-300 vjet, 300-400 vjet, je pjesë e një perandorie, një fuqie të kohës, a mund të imagjinohet sot se ne si pjesë e qytetënimit perëndimor nuk ndikohemi nga kulturat e botës perëndimore? Bile ka mekanizma, njerëz të cilët thrasin se dohet ta marrim këtë shembull, njëri për ty një jam unë, por në gjithmonë kam thënë se duhet të mirën shembujt, bile kam përmend rolin e diasporës, shembujt të cilat neve na hinë në punë. Jo shembujt prej të cilëve ata janë të gërditur. Jo shembujt të cilët neve na hynë në punë. Sidomos respektimi orarit, respektimi ligjit, respektimi vendit të punës dhe shumë gjëra të tjera, sidomos në rrafshe shkencore. Nëse deri në këtë kohë iljerët kanë qenë kështu, të fragmentuar. Kur fillojnë shqiptarët të dalin në pa, si një entitet perandori formuese, në kohën e Bizantit në asnjë mënyrë. Bile kanë qenë të shtypën deri te Durrësi atje. Principatat shqiptare kanë qenë të shtypura dhe në luftë të vazhdueshme përpara ilirët me perandorinë romake e më pastaj fiset ilire të mbetura në shtypjen dhe zgjedhjen e perandorisë bizantine. Perandoria bizantine, po e dini, perandoria ortodokse e botës të krishter të asaj kohe që ka nis me atë perandorin romake kur ndahen, mos të dal prej temës. Në kohën e perandorisë osmane, ilirët, koha e persianëve, Aleksandri i Madh, pastaj koha romake, pastaj koha bizantine dhe erdhëm te koha e perandorisë osmane. Në kohën e perandorisë osmane, trojet shqiptare bëhen pjesë e pandashme e perandorisë osmane, kultura persiane depërton në administrat, letërsi dhe fe përgjatë kohës e perandorisë osmane, dërsa bektashizmi, në të cilin ka pas dhe vazhdon të ketë nuanca, mos them rrënjë, po nuanca të përbashkëta me shiizmin dhe persianet, fillon të përhapet edhe në trojet shqiptare si pjesë e perandorisë atëhershme osmane. Pra, kontaktet persiano-shqiptare po vazhdojnë tani në një format tjetër. Në shekujt e 17, 18 e sidomos 19, persishtja ishte gjuha e elitës intelektuale islame. Gjuha e poezisë mistike dhe sufiste islame dhe një nga 3 gjuhat kryesore të kulturës osmane. Pra, bashkë me turqishtën dhe arabishtën, për këtë arsye shumë autor shqiptar, sidomos të kohës së rilindjes, përdorin persishtën ose u ndikuan prej saj. Dua ta bëj një shpjegim, ama koncentrim, të lutem. 2 minuta, inshallah se zgjati më shumë. A ju kujtohet kur e kam spjeguar dallimin midis kulturës dhe qytetërimit? Kam thënë se kultura është tërësia e elementeve, adeteve, zakoneve, ushqimit, pritjes, përcjelljes, dekave, të pamëve, darsmeve, gjuha, përpjekja, mendësia, pra elementet të cilat
kultura është tërësia e elementeve që një etni, një popull e dallon prej popullit tjetër. Kultura shqiptare, kultura kroate, kultura gjermane, kultura kështu. Pra është e përkufizuar. Ndërsa qytetrimi është tërësia e çtyne kulturave, të kombeve, të cilat veprojnë në një ëmbrell më të zgjeruar. Në civilizim, në ambrellën e civilizimit, gjithmonë një kulturë është më e forta dhe reflekton të kulturat e ndryshme të kombeve dhe popujve të ndryshëm. Në civilizimin perëndimor sot e ke kulturën anglo-saksone. Megjithëse që civilizimi perëndimor, sipas shumë studiusve, rënjët i ka në antik, në Greqi, unë e them jo. Nuk është ashtu. Kultura, qytetnimi perëndimor fillon të mugulloj në kohën e Renesancës, në kohën e revolucionit borgjes francez, më pastaj edhe vjet duke u formësuar si një vetëdije e caktuar, e që tani ma qytetnimi perëndimor që ka qenë ai i njohur si në ambrellën e krishterizmit ka lujt nga boshti shumë, sidomos të anglosaksonët me përhapjen e ungjillizmit dhe cionizmit. E kanë nda qatë pjesë të civilizimit perëndimor nga tradita perëndimore e krishterë. Sikur po shkon ka formësimi i një qytetnimi judo-kristian, cionisto ungjillor, protestant, i kundërshtuar ose i dallueshëm nga katolicizmi, e natyrisht edhe nga ortodontizmi. Nuk është e rastësishme, miq, nuk është e rastësishme që Trump i gjuhet edhe papës, se je kështu, se je kështu, se jo kështu. Këto janë manifestime të ngasmimeve, të këtyre debateve, konflikteve ndër qytetrimore brenda qytetrimit perëndimor. Në kohën e perandorisë osmane, perandoria osmane ka qenë e formësuar nga kultura të ndryshme, kultura shqiptare, bosnjake, azere, turke, të tjera. Por në qete ka qenë një ambrell, një çadër më e madhe që quhet qytetrimi islam osman. Në qytetrimin osman islam, gjuha e cila ka qenë, sikur anglishtja sot, në qytetrimin perëndimor, gjuha elitare, intelektuale e shkencës të arriturave të atëhershme, e poezisë, e prozës dhe rrafshave të tjera intelektuale ka qenë persishtja. Pra, në rrafshet e larta elitare, politike, sultani, sadrazemi, ata, edhe poezit kur i kanë dëgjue poezit ma shumë të Ruminit, të Rumiut, të Saadiut, të Ibn Hakemit, të Hakimit, të Fahrezadin e Persis. Persishtja, kultura persiane ka qenë. Ju kujtohet nëse e keni pa Sultan Sulejmani i Madreshëm, kur ai i lexon poezi bashortës dvet, vazhdimisht i lexon me gjuhë persiane, sepse persishtja u kon gjuha elitare. Ndërsa brenda qësaj perandorie kanë ndërveprue kultura të ndryshme. Kultura turke ka qenë e përfaqësuar nga mendësia e Yunus Emrës, ndërsa kultura persiane në të më mendikim ka qenë Saadio dhe Xhelaluddin Romio, fryma e tyre intelektuale. Pra, tash, në qëtë kohë, miq, kur kultura persiane, gjuha persiane ka qenë më e fuqishmja, kanë jetuar edhe rilindaset në shekullin 18 edhe 19. Për këtë arsye, rilindaset janë ndikuar shumë nga tradita Hafizi, Saadio, Romio dhe të tjerët dhe kanë shkruar poezi shumë të ngjashme.
Ju mund të mos e dini që nuk I keni lexuar letërsinë klasike persiane, ata që e kanë lexuar din. Ka ngjashmëri mahnitse midis vargjeve, po flas me butësi kështu, midis vargjeve të Naimit me Rumiun e me Hafizin e me Sadiun. Ndikime të drejt për drejta, influencë e skajshme mbi stilin poetik. Bile kë Naimi shkruan për Kerbelajen, shkruan për Abbasin, për Aliun, për Hasanin, për Husein, bejtegjit të ndikuar nga kultura persiane. Përveç Naimit ka qenën edhe Sami Frashëri. Sami Frashëri ka shkruar në persisht, veprat e tij më pastaj janë përkthye në shqip dhe janë përkthye në turqisht. Pastaj Dalip Frashëri e shkruan Kopshti I të mirëve në persisht, pastaj Shahin Frashëri, sidomos bejtegjit që vinë nga familja e Frashërit. Pra, gjatë kohës së perandorisë osmane, shqiptarët dhe persianët kanë qenë ndërveprus, ndërsa fryma letrare persiane ka qenë më e fuqishmja që kanë ndikuar mbi kultura tjera pjesëmarrëse dhe krijuese të asaj që po them perandori osmane, civilizim perëndimor. Andaj nuk kam prituar asnjëherë të them se shqiptarët për nga si kulturë janë bashkëformues të perandorisë osmane. Vetëm në këtë kohë shqiptarët kanë arrit të bëhen bashkëpjesëmarrës të 100% me të tjerët për ta krijuar bile për ta vazhduar krijimin e perandorisë osmane që e patnisën Ertugrulli e më pastaj para tyne Selgjukët e pastaj Osmani Orhani dhe më tutje. Andaj, nuk është mangësi nëse themi se rilindaset ose poetet shqiptar, letërsia shqipe është shkruar në gjuhën perse, sepse gjuha perse ka qenë alfa dhe omega e intelektualizmës së kohës. Sikur sot a do të ishte marrë ose nënvlerësim ose diçka e keqe nëse një letrar, një poet, një shkrimtar, një shkencëtar shqiptar të shkruan në gjuhën angleze. Veça po di, veça e ka nivelin e qasaj, e pastaj të përkthehet në shqip. Nëpërmes anglishtes, shqiptari pastaj bëhet pjesë relevante e pandashme e qytetënimit perëndimor në të cilin dominon anglosaksonizmi, kultura anglosaksone dhe natyrisht edhe gjuha angleze. Shkojmë më tutje. Raportet shqiptaro-iraniane më pastaj. Çfarë ndodhi? Në periudhën në shekullin 20, në periudhën e monarkive, në kohën e Muhammed Reza Pahlavit dhe Ahmet Zogut, kontaktet midis këtyre dy mbretërive kanë qenë të kufizuara, por ekzistonte një nivel I fuqishëm diplomatik midis dy vendeve. Në kohën e Muhammed Reza Pahlavit ndodh edhe një ngjarje që I ofron edhe më shumë shqiptarët me persianët. Martesa e Fevzijes, vajza e mbretit Fuad, motra e mbretit Faruk, që është mbreti I fundit I dinastisë shqiptare në Egjipt, martohet me Muhammed Reza Pahlavin. Një 9 vite, 11 vite kanë jetu zbashke, pastaj ndahen se kjo Fevzia ankohet për mos respekt e mos nga shahu I atje dhe pastaj kthehet dhe ka vdek në vitin 2012 në Kairo, nëse nuk gaboj. Për çka bëhet kjo martesë? Me inicim dhe kërkesë dhe mësitni të Ataturkut. Ataturku dëshiron ta krijon një aleancë
atje, e unë mund të them se edhe ajo ndjenja shqiptare dhe inicon punën që Mohamed Reza Pahlavi ta merr vajzën e mbretit të Egjiptit, Fuadi, e që pas ti vje Faruku, Fevzien, për të kriju një aleancë të fuqishme turko-iraniano-egjiptase. Dhe martohen në këto. Gjatë qësaj kohë, mbreti Zog mundohet me bo dishka, por pozicioni i Shqipërisë asaj kohë dihet. E lami këtë periud. Shkojmë të periuda e vitit 1945 e këndej. Shqipëria komuniste izolohet, Irani në këtë kohë ka qenë aleat, Irani i kohës Pahlavitëve, i Shahut, ka qenë aleat shumë i fuqishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bile, përderisa Shqipëria tash, po ndahën e sapët, Shqipëria po shkon ka bloku socialist, komunizmi, e dikura vetë, qysh edhimi ma historinë e kohës Gjagjit, Irani në këtë kohë është pjesë hemisferës perëndimore, aleat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tash, pas revolucionit të vitit 1977, kjo Shqipëria mbetet shteti ateist komunist në 79, ndërsa marrëdhëniet mes tyre, Iranit dhe Shqipërisë, mbesin marrëdhënie shumë minimale dhe ideologjikisht të kundërta. E lami këto, pas vitit 1990 tash, ra komunizmi në Shqipëri. Pas rënjes e komunizmit, Shqipëria u hap ndaj lindjes së mesme, Irani tentoi të krijojë ndikim kulturor dhe fetar në Ballkan, mirë po, ndasia vazhdon tash në një format tjetër. Në 79-ën, meq, Shqipëria antikomuniste po, por Irani kalon në një sistem fetar, teokrat, e kundërt me Shqipërien. Pas vitit 1999, e sidomos për gjatë luftës, Irani shfaq interes për të mbështet shqiptarët në luft, si që kishte mbështetur bosnjakët atje, por në të njëjtën kohë kundërshton ashpër ndërhyrjen e NATO-s, sepse Irani i ka pas problemet, konfliktet e tjera me botën perëndimore. Andaj, në një video pa ta thënë miq, nuk bën me e këshyren, Palestina na njofti, s'na njofti. Këshërne edhe relacioni Palestin-Washington, këshërne relacionin e një shteti me ato që ty të ka bo shtet. Pra, në këto konstelacione nuk shkojnë punë bardh e zi. Irani ka dasht me indihmu shqiptarve, ka pas përpjekje, me fut ndihma edhe për UÇK-n, por krerët e UÇK-s të orientuar plotësisht ka bota perëndimore, të ndihmuar nga bota perëndimore, nuk e pranojnë ata që e pranon Alija Izetbegoviqi dhe të tjerët atje në Bosnjë. Vim më pastaj, kriza moderne dhe prishja e marrëdhënieve midis Iranit dhe Shqipërisë. Marrëdhëniet tensionohen ndjeshëm pas vitit 2013. Shqipëria strehon në teritorin e vetë organizatën opozitare iraniane MEK dhe kjo konsiderohet kërcënim serioz për Teheranin. Qashtu e ka klasifikue Teherani. Kulmi i prishjes së raporteve shqiptare si shtet dhe iranianve si shtet arrin në vitin 2022, kur Shqipëria akuzon Iranin për sulm kibernetik, ndërprejnë marrëdhënie diplomatike e dëbon ambasadën iranane atje, dhe sot Shqipëria dhe Irani nuk kanë marrëdhënie diplomatike efektive ose aktive. Ekonomia, shikuar nga perspektiva ekonomike, raportet tregtare shqiptaro-iraniane janë shumë të kufizuara, pa ndonjë volum që vlen të theksohet, edhe për shkak të largësisë, edhe për shkak të raporteve të tjera. Shqipëria
meq është pjesë e kampit perëndimor. Shqiptarët aspirojnë të jenë pjesë e botës perëndimore, ndërsa Irani është në konflikt me perëndimin. Pra, kemi një përplasje strukturore tani, mos them kulturore, strukturore, politike, geostrategjike midis dy kombeve. Lidhjet kulturore, tashti këtë fjali, islami, bektashizmi, gjuha persiane që i përmena përpara, e krijoj një afërsi midis dy popujve, por identitetet moderne, politike, nevojat, dinamikat strategjike të kohës moderne i kanë dobësuar skajshmërisht këto lidhje. Pra, marrëdhëniet nuk kanë qenë kur strategjike, por kanë qenë simbolike, kulturore midis shqiptarëve dhe persianëve. Si përfundim miq, marrëdhëniet shqiptaro-iraniane kanë qenë më shumë kulturë se sa politik. Persishtja ka luajtur rol kyç në formimin intelektual të elitës shqiptare, sidomos në kohën e rilindasve. Shekulli i 20 karakterizohet nga distancat ideologjike, shekulli i 20 nga konfliktet diplomatike të hapura dhe ekonomia dhe tregtia kanë mbetur minimale. Në thelb, ka një paradoks këtu historik. Nga njëra anë ka afërsi kulturore e thellë për 2-3 shekuj, e nga ana tjetër kemi një distancë politike të madhe. Edhe pak minuta. Për me i kuptue raportet shqiptaro-iraniane, është mase e domosdoshme miq, unë e kum nda kështu, është mase e domosdoshme të kuptohen raportet persiano-osmano-turke arabe. Iran, Turqi, vende arabe. Kultura arabe, kultura persiane, iraniane dhe kultura osmane, turke. Unë e kam bo një shkrim 2012 dhe 2013. E pata botue, është mirë me gjeta të dikon, konfliktet, titulli Beteja geokulturore, midis iranianëve, turqve dhe arabëve dhe shqiptarët si viktima në te. Duke i pa ndasit e konfliktet po mene këto debatet e rana mes shqiptarëve, jo shiizmi, jo sunnizmi, jo Irani, jo Turkia, jo Arabia Saudite, varsisht ku ka studiu dhe varsisht kush ka pague. Në esencë, si inteligjencë shqiptare, shqiptarët kanë ditë që të mos mbeten periferik në këto beteja geokulturore, por të jenë pjesë përbërëse, mirë po pa u përzi, pa u shkri në një anë dhe të konfrontohen në anën tjetër. E kanë pas një inteligjencë strategjike të lindur, kanë ditë si të ndërveprojnë me fuqitë e kohës dhe në kohë konfliktesh, për ndryshe, për shkak të fuqisë, jo të mjaftueshme që e kam pas, po të vepronin gabim, e kur kemi vepru gabim, e kemi hangër tunç në kohën e komunizmit, kur mbyllet nga e gjithë bota, Shqipëria kthehet mbrapa, me gjithë ato të arritur e sene, s'pa du me hime me lulua të muhabetin, po Shqipëria në raport me botën perëndimore kthehet shumë mbrapa. Dhe kjo vërtetohet pas rënjes së komunizmit, edhe Sovjet do të ketë nevojë Shqipëria me punu me mrinjë një nivel të shteteve më, domethënë, në zhvillim e sipër të botës perëndimore. Tash, konfliktet midis arabëve dhe persianëve nuk janë konflikte sektare, por janë konflikte me gjenezë të betejave geokulturore midis këtyre dy kulturave. Persianët e pranojnë islamin e arabëve, të Muhammedit a.s., e pranojnë shkrimin e arab, e modifikojnë pak, e shtin gërmën që,
e shtin gërmën g, se në arabisht nuk ka g, ka h, e shtin gërmën q, e shtin gërmën gj, edhe zhjen, edhe gjen, e modifikojnë edhe shkrimin, por e marrin shkrimin dhe fejen e arabëve. Persianët para ardhjes së islamit i kanë pas do shkrime të fenikazve, të aramenitve, kanë shkru me simbole, edhe në kohën e Pehlevianëve, por pas ardhjes së islamit e marrin shkrimin. Andaj persianët e kohës së islamit të hershëm i kanë dhënë shumë botës arabe islame dhe botës islame në tërsi, sepse kam pas një themel intelektual, kulturor, shekullor, persianët e më parshëm. Islamin e pranojnë, por e ruajnë identitetin e tyre me xhelozin më të madhe të mundshme. Tash, këto dy kultura kështu, shqiptar tash po kam punë edhe me këta, Kahmia Majt, vazhdoj me anën tjetër. Raportet osmano-persiane, me rëndësia, deri në kohën e Sultan Selimit, kur iranianët e kohës e perandorisë sasanide detyrohen për ruajtjen e identitetit të tyre kombëtar, ta fusin shiizmin si doktrin me dhëb zyrtar të shtetit persian. Sepse persianët, perandoria sasanide persiane, po friksohej nga depërtimi i ushtrisë osmane atje dhe zhdukje së qytetnimit dhe kulturës persiane. Sikur me arabët që veprojnë, e ruajnë të veten, tani fuqia e re islame, perandoria e osmane, po depërton të andej nisë Sultan Selimi 1500 se disa dhe Iranët e fusin shiizmin si doktrin zyrtare. Deri në këtë kohë, 1500 pra, 700 vjet, 800 vjet, Iranët nuk kanë qenë iranianët shet në kuptimin ithnasheri, e tani mo edhe ideologjik politik si që janë tani. Por shiizmi ideologjik politik si një platform, si një kushtetut qytetërimore e më pastaj edhe shtetnore e Republikane Islamike e Iranit është shumë vonë. Prandaj divergjencat ideologjike midis persianëve dhe arabëve nuk janë të kohës së hershme. Ajo fillet i ka te Aliu radiallahu anhu, te vrasja Husejnit në Kerbela, vrasja makabër e dhimbshme, që unë nuk e kam fuqinë morale me e shpjegu. Nuk muj me i përbalu edhe fjalët e mia ka e shpjegoj rastin e Hazreti Husejnit, e të Hasanit e të Aliut radiallahu anhum, se qëfar makabre bëhet mbi ta dhe si lanë të etor dhe si vrasin e si masakrojnë fëmijet e si jam gjerin syt edhe në fund kokën e Husejnit jashojnë ati Jezidit, djalit të Muavijes e Ebu Sufjanit në palatin mbretor në Damask dhe mbaron ajo dinastia, e ta quaj dinastin kuptim simbolik e ehli bejtit si vazhdimsi fizike dhe lind imami i 12 më pastaj kështu. Nejse, me gjithë se gjenezën e ka atje, shiizmi si ideologji është prej kohës kur friksohet nga dominimi kulturor persian. Atje edhe ndahet bota sunnite dhe shiite dhe vazhdon duke u fragmentuar edhe më shumë. Po arabët tash me turqet, deri me shpërbërjen e perandorisë osmane, arabët s'kan pas kur problem me turqet, me Osmanlit, sepse tokat islame kanë qenë pjesë integrale, si Ballkani, e perandorisë osmane, një kryeqytet e ka pas, një kulturë, një sene. Megjithëse që në kohën e perandorisë osmane është një fakt shumë i çuditshëm, se perandoria osmane për vali, për guvernator, i ka emruar kur jo mi qupe Istanbulit, sikur sot që e qënë ambasadorin prej Kosovës në Gjermani, jo, i kanë zgjedh njerëz e atjehit, natyrisht në kooperim me portën e lartë, me Stambolin, por njerëzit e vendeve jenë emrue për guvernator, sepse ata i din problemet, e din gjuhën, e din mendësin, ligji duhet të bëhet varësisht prej rajonit ku është. Kështu ka qenë deri me shpërbërjen e perandorisë osmane. Pas shpërbërjes së perandorisë osmane, fillon një ndasi
shumë e madhe midis arabëve tani edhe turqve. Bile ndasia, ai fitili, e që rezulton edhe me shpërbërjen e Perandërisë Osmane ka qenë fillimi i përhapjes së nacionalizmave në shtetin islam të atëhershëm që quhej Perandëria Osmane. Kur fillojnë me mugullue nacionalizmat persian, arab, shqiptar, andej, tanzimati vje, reformat rënjësore, fillojnë të përhapën Selgjukët brenda shtetit Osman, që ty ka Stamboli, Selgjukët, Gjon Turqit, që kanë qenë kryesisht të shkolluar në Paris, një ekip e madhe intelektualesh, vinë nga bota perëndimore, futen, infiltrohen, jo infiltrohen Tinza, por në botën Osmane, të inspiruar nga idet e revolucionit borgjeze të marrëveshja Vestfalis e dikush me kombet e nacionalizmi, futet ideja në Perandërinë Osmane dhe bie Perandëria Osmane. Në qëtë ko, Perandëria Osmane, Osmanet e fundit, bile jo po ushtar, jo këta sultanet, kam pas qasje negative, ndonjëherë edhe armiqësore, edhe ndaj shqiptarve. Deri në kohën e paraqitjes së tanzimatit e këndej, shqiptarët kanë qenë pjesë integrale, krijuese, bashkëkrijuese e Perandërisë Osmane, siç kanë qenë edhe arabët dhe të tjerët. Me shpërbërjen e Perandërisë Osmane tani miq, arabët i shohin, arabët nacionalist, Iraku, pastaj familja Asadit, koka e nacionalizmit arab, pastaj koka e nacionalizmit arab e lyer me ngjyrime baathiste e këtij Saddam Huseinit, koka nacionalizmi arab në Afrikën Veriore e udhëhequr nga Xhemal Abdel Naseri, filloi një armiqësi mes vete dhe Turqia, Perandëria Osmane fillon të shpjegohet në shkolla si pushtuese e dikurshme. Deri me ardhjen e kohës Erdoganit, ajo armiqësi, ajo ndasi ka qenë kështu. Shqiptarët tashmiq, këta edhe po e përfundoj temën, shqiptarët në këto konstelacione, falë Zotit, kemi mujt me mbijetue dhe falë vallahi edhe mençurive të politikave të shteteve tona. Tani të Kosovës edhe të Shqipërisë përpara. Kanë ditë murujt, edhe po dimi murujt, po dimi me ndërveprue. Mirë është kjo, përndryshe do të pasonim shumë rënd, po të ishim pjesë e një krahu kundër një krahu të tjetër në këtë kohë. Megjithëse që feja tek shqiptarët nuk ka mujt me lujt rol vendimmarrës edhe në politikat përgjatë zhvillimit historik të Shqipërisë, sidomos pas rënjes së Perandërisë Osmane, edhe pse feja nuk ka qenë pjesë integrale e politikës, po të mos ishte politika e vendosur në raport që feja të mos dikonte atë shumë, po të ishin shqiptarët pjesë e lojnave ose e betejës gjeokulturore midis arabëve, persianëve dhe turqve, sot në popullin shqiptar do të kishe fragmentizëm, do të kishe ndasi, do të kishe beteja, do të kishe gjana më të rënda midis sekteve islame tek ne dhe midis përfaqësuesve të këtyre kulturave kryesore, përbërëse të civilizimit islam edhe tek ne shqiptarët. Dikush, na me turqit, turqit janë evlia, turqit janë ata gjenetit e sene, këta të Arabi Saudite, vendi i shenjte, vendi i vetëm i tauhidit, mbreti kështu e ky tjetri kështu e Fevzani kështu e muftia kështu e krejt Albani kështu, vish këta të mirë dhe ata të cilët kanë pas predispozita
mundësi me lexue kulturën persiane, jo, iranianët janë kështu, iranianët janë kështu, iranianët janë kështu. Megjithëse këto janë ende evidente, falë Zotit janë të zbehura. Dhe ka nevojë që të trajtohet kjo temë nga une këto të fundit edhe në mënyrë më të thellë. Se si ka shkuar që kjo përhapje e këtyre ideologjive nuk është e rastishme. Mos harroni, nuk është e rastishme. E dini, unë jam përkthy si veprave të Ebu Hanifës. Unë në 1999 gjatë kohës luftës i kam përkthyje. E në veç që përshka i kum përkthyje, sepse e kum pa në xhamiat e Durrësit e në Tiranë gjatë luftës, kur shësha mu fali jacien, i pasha arab të ndryshëm me ide që nuk përkanin me kulturën tonë, me traditën islame tonë, 7-8 vetë, 10 vetë, 15, unë gjesh hap kam në përgjamia pas namazit, si në tërë që ashtu si dhe s'ka pas rrim mjaftueshëm, të javë shpjegu e islamin. Dhe një herë në xhamin e Tiranës, po e dëgjoj që arabin të shpjegu se islami kështu e solm si kur të folë për një armik të islamit për kulturën, traditën islame të këne. Ky mezhebi kështu, Ebu Hanifja u konë në shi, u konë s'ka ditën, naton këtan, shqiptarët kanë gabu për 300-400 vjetë, se ka një fejen, i spjegon të qëto gjëra, unë e vish pengoj. Ishën doktorat atëherë, ende pa e përfundue, edhe dykura ndërhyna, edhe vetë me vete. Thash vallahi billahi, tash kom ja plotësua ndrën babës tem. Kur e ka pas përkthyje Fikhul Hanefi, për herë të parë ndër shqiptarët, e Serdarevicit, në gjuhën shqipe ka pas thonën e mbaj men atëre, a ma bje Zoti me mujt me përkthyje edhe ndonjë vepër të Ebu Hanifës. Nisur nga aty, të e pa atë, u ktheva në Turqi, shkojshes aty, ka njerë mrake për një javë, 2-3 herë me udhtue, vish me arë në aeroport e mu kthyje, me shkue në Ankara, me shku në Stamboll, se e ka njerë që ndroj shumë bajramcore të depot e UÇK-s, të rruga për dorë se këndej andej. Po, thash, ka me përkthyjune, me ju kalzu shqiptarëve se kush është Ebu Hanifja, kolosi, gjiganti, themeli i akides dhe fikhut islam, që kur Konstantini në kohën e tij kur bohet kjo e drejta romake, e ka në hyrje aty, thot se po e bojmë një të drejtë, jurisprudencë, që do të jetoj deri në fund të botës. Tu mos e ditë se do të del një Ebu Hanife me jurisprudencën e vetë. S'po flas veç për fik namaz e niyaz. Jo, vëlla Ebu Hanifja është krejtësisht tjetër. Këto shkanimi na mi lidh dur, këto me bo, këto me vlude, këto janë 0.1% të opusit të thellë të asaj shka unë i kum përkthy 5 kryeveprat e tij. Dhe për të ju treguar që aty në njerëzve, pra, se a mdojnë, a më respektojnë këta, ka i shpjegoj këto sene, nuk pe dije, po, me ju tregu se këto ka pas kultur islame. Islami është pjesë e traditës shekullore, 600 vjeçare shqiptare, si që është edhe krishterimi, si që është katolicizmi dhe ortodoksizmi. Askush nuk guxon. Po, këto beteja mu përla ka njerë cila me e mire, cili ka me hi pari në gjenete, apo ju marëm na, apo ju ma konvertoke. Kjo është gjithmonë botë, kësa nuk do të neve të na pengon. Është betej, është zhvillim, dinamik është, proces është. Debati midis feve, midis partive, midis ideologjive, midis shteteve, është proces i jetës. Por, islami, borimor, Hanefit, pjesë e pandashme e kulturës shqiptare. Andaj jo, që po veni prej atjehit, edhe po doni këto me ndryshu në themel, haram kjo, bidat kjo, bidat kjo, bidat kjo, unë e di se jo keni marë, unë e di fakte, e di se jo keni mision, keni pas mision që kulturën osmane, këto të shdukni, islamin tradicional të shdukni dhe të mbjellni diçka që jo nuk e dishi,
se është betej gjeokulturore midis tri kombeve, tri kulturave kryesore të shtetit islam. Osmane, arabo-vehabiste dhe persiane. Ata të luftu me zveti kush për mund, me ajete, me hadithe, me ti qafir, ti knej, ti rafidi, ti vehabiti, knej, na ata haddardhat e neve pio dhëmt e tona. E pa ta përkthy ato, Bashkia Islame i pa ti përkthy, Allah i nderoft atëre ka qenën vizionar, doktor Recep Boja, i cili vije në Kosovë, në kohën kur baba jam ka qenë ish kryetari i Bashkisë Islame dhe ja jep një tretman të mahneqëm, e mbështet shumë fuqishëm, e ka bajt me vete, kanë shku zbashku, është krenu me kuadrën doktor shkencë që po vje prej jashtit dhe pastaj Boja, rahmeti pas shpirti, e vazhdon rrugtimin e tij edhe dikur edhe në diplomacie e ambasadore, një kontribus i çmueshëm i islamistikës tek ne dhe i kombit shqiptar. Pra, shqiptarët në raport me qëto kultura do të kenë kujdes shumë. Dhe për fund, se u zgjat ka materiale të mira, konfliktet midis persianëve, arabëve dhe osmanëve, pra nuk janë vetëm histori e së kaluarës, por janë dhe kanë vetë struktura të gjalla që vazhdojnë të ndikojnë në politikën globale e më së shumti e shumë herë keqazi në politikat e vendeve dhe shoqërive muslimane. Shqiptarët, po e ngriti gishtin me leje, si një popull që ka qenë historikisht në periferi të këtyre konflikteve, shqiptarët kanë arritur të zhvillojnë një fleksibilitet unik, kulturor dhe politik, që do trajtim serios dhe doktorata të bëhen në këtë rafsh. Si kanë arrit shqiptarët që të qëndrojnë në periferi të këtyre konflikteve kulturore, e tani vëllahi edhe tash të konflikteve kulturore të kohës moderne dhe të zhvillojnë atë fleksibilitet unik, kulturor dhe politik. Në këtë kuptim, përvoja shqiptare, e kam shkruar një fjali, mund të shihet si një model i ndërmjetësimit kulturor dhe i adaptimit strategjik në një botë të fragmentuar, në një botë kur ja sot, ja si rrallë herë, ka nevoj të del njëzë, qoft edhe nga një popull i vogël, qoft edhe një popull i vogël që di të ofroj oferta për një parafrim kulturash dhe civilizimesh të ndryshme. Jam mas e i bindon se shqiptarët kanë çka të japin, por do të kenë vullnet që ta bëjnë këtë. Mirupafshim.